Nëse do të mund të telefonoje dikë që nuk jeton më, kë do e telefonoje dhe çka do i kështë thonë? E kësha telefonu në anën të emi njerë. Nona më ka vdekje e re, po minaj, ajo e re edhe unë e vogël, 7 vjeqe. Nuk e di qka nuk e kisha thonë. Më ka mungu gjithë, pi fëminis, mungon edhe sot, mungon vazhdimisht. Se di qka i kisha thonë, gjithë qka i kisha thonë. Shumë sene i kisha thonë. E vërtet, pas ka qenë shumë e vogël, në fakt e ditë edhe. Edhe më ka mungu të njëtën, dhe më thonë gjithë se kom pas, edhe kër e kom pa dikan, edhe në diqysh ka njerë kom lakmu, është shumë ndjenjë, shumë thot të lenë, shumë të lenë thot. Totalisht e kuptueshme. Kush ka marrë këtë rolin me i bo, me u mundu me i bo gjanat në vendin e nonës? Gjatë viteve sa i rritë edhe kush? Kë nga familjarët ke pas më ofër që po, normalisht babi ka pas, mandej babi ma vonë është martu, kemi pas edhe njerë kënë është në shta fjallë, se kemi kalu shumë mirë. Pastaj edhe ajo ka ndru jetë, po normalisht kom pas familjarët hallat e kështu, po asni njeri në këtë botë nuk e zamentëson nanën, heq asni njeri. Edhe nuk më ka ra po me njoft shumë, unë e kom njoft e krejt, po plot sene që... Jo me u ritme të me marrë këshilla. Jo, ka qenë e smut edhe e din që në vitin e fundit të jetës, që ka qenë, dhe më thonë, shumë e smur, ne kemi qenë të vegjel edhe gjithmonë në thirke dhe në bëjke pytje, a i keni bo detyrat, a i keni bo këta, a i keni bo këta, së në nesër më i më smukon. Vazhdimisht na kontrolloj këtë javës që a kemi bo. Video në plot e gjeni në kanalin zyrtar në YouTube.